Okej, mirëmbrëma, edhe mirë se erdhët gjithëve ju. Ky është podcast I parë që agjencia fillon në këtë fillim viti, pra në 2025. Sot kemi ose jemi në shoqërinë shumë të mirë të Xhurianit, Arbrit, Gertit, secili prej tyre është një themelues, zhvillues, drejtues I një kompanie startup, dikush më herë, dikush më vonë. Tema këtë herë kemi mobilitetin, që është një temë shumë e rëndësishme sepse lidhet me qytetet që ne banojmë, lidhet me karbonin që përcjellim në jetën tonë të përditshme, lidhet me mënyrën se si po zhvillohet turizmi, lidhet me shumë logjistika të ndryshme që qytetet tona kanë nevojë. Dhe zgjodhëm si temë sepse ju jeni të shumtë, ka dhe disa të tjerë që e prekin mobilitetin, po ju jeni po themi ata personat që kanë qenë jo vetëm afër zgjidhjes, po janë në treg, ishit para se agjencia të fillonte financimin dhe tani me mbarimin e procesit financimit edhe mundësinë të dalë në treg për të gjithë ju. Ne kemi provuar të gjithë aplikacionet, si më radh, Xhuriani na tregoi mbase pak më shumë rreth aplikimit të tij, po Braponi, Atoko, janë aplikacione që funksionojnë dhe me shumë dëshirë agjencia I referon në çdo lloj mënyre, çdo lloj momenti. Dhe për mos u bërë shumë investicion, unë do mundohem të mos flas më pak sot, sepse jeni ju starët e eventit. Dhe si me çdo startup tjetër ka një fillim. Pra ka një moment kur ju të gjithë thoni unë do ta filloj këtë gjë, do ta filloj tani, dhe duke filluar mbasi me Xhurianin, se është shumë I riu këtu në midis nesh. Ma thuaj pak si vjen ideja, më pse fillove ta marrësh iniciativën për aplikimin tonë. Ti e di shumë mirë që në treg janë provuar investuar zgjidhje të ndryshme, unë që e kam parë mbase edhe për te agjencisë. Kam parë shumë raste kur e kanë tentuar, kanë shkuar deri në fund, kemi parë shumë bashki në qytete të ndryshme të Shqipërisë që e kanë tentuar përsërisht prapë me rezultate shumë, nuk do them të dobta, por do thoja rezultate të pak kënaqshme në aspektin e tregut apo adoptimit të këtyre aplikacioneve nga popullata. Pse deri këtë ide si e materializohet deri këtu? Mirëmbrëma Arjan, fillimisht faleminderit ty për ftesën, faleminderit Startup Albania Agency dhe faleminderit Ministrisë. Unë jam Xhurian Shaba dhe kam ardhur këtu për startupin tim që është Lookup. Lookup është një aplikacion që të lejon të gjesh parkim, po edhe nga ana tjetër nëse ti je provider, pra nëse ti je ke një hapësirë parkimi, qoftë parkimi që vjen me apartamentin tënd, qoftë të borë shtëpisë apo ngjashëm, ti mund ta lëshosh për shfrytëzim Lookup dhe sigurisht që gjenerosh të ardhurë. Ideja e Lookupit erdhi me dy pjesë. Reflekton edhe vetë idenë e Lookupit, që është pjesa e ofruesve dhe pjesa e klientëve. Realisht un kam makinë vet, që është për gjetur parkim Tiranë është tmerr, nuk kam se më shef. Dhe për pjesën e klientelës, domethënë specifikisht është rasti që unë me familjen time ishim në Orikun, dhe ditë për ditë donim që të iknim në darkë, kanë një darkë në Florë, po ishte shumë e vështirë dhe gjithmonë e shtynim sepse nuk kishim për gjetë parkim për dy makina. Ishim koshient faktit që po ikëm, do harxojmë kohë që të gjejmë parkim, do harxojmë kohë që të marrë makinën mbrapa, do harxojmë prapë kohë që të gjejmë parkim për të lënë makinën, pastaj do mbrapa. Kjo ishte pika e parë, kjo ishte fillesa e idesë së klientelës. Pastaj për idenë e ofruesve ishte po pranë qitën verë, po largohesha prapë me familjen time për jashtë, edhe kishim rezervuar një Airbnb. Motra ime jeton në Darras nga ne dhe ka shtëpi në një zonë të mirë të Tiranës pranë Pazar të Ri që është vështirë që të kesh parkim. Dhe po flishin kur po ngarkonim rrobat makinë për Airbnb-n edhe kryepëprit mos të shtetë si ide që po sikur këtë hapësirë ta jepsh siç po jep ai zoti shtëpisë Airbnb-n ndaj jashtë. Realisht do përdore, sepse parkimi në Pazar është vështirë dhe realisht mund të gjeneroj pak parë. Vetëm pas mbaroi vera, pas u takova me skuadrën time që bëjmë punë tjera, I u lidhëm të dy eksperienca bashkë dhe qaj momenti eureka, që mund të bëjmë një aplikacion që I ka të dy këto anë dhe me vërtet e zgjidh problemin e parkimit. Këtë drejt është provuar më parë, janë sisteme ekzistuese të parkimit, tim Tirana Parking që është biznes, tim pjesën e mund të parkosh me Vodafone, për të paguash faturën me Vodafone. Kam përshtypjen se pse kanë qenë më pak suksesshme është se
një nuk ka pasur aq shtys, nuk ka qenë kur parkimi, domethënë, pamja para shtetit, gjobat e parkimit nuk është se kanë një kosto të madhe, dhe dy, nuk ka pasur kur mjaft hapësira parkimi. Pra, parkime publike ka, por nuk ka pasur kur mjaft për ta mbyllur atë nevojën e parkimit çdo makinë. Me Lukap si e zgjidhim ne këtë, e para tani që është hov turizmi, që Shqipëria ka marrë gjithë hov turizmi, po bëhet parkimi më shumë problem, se po vinë turistë dhe realisht nuk e njohin zonën e kanë pamundur të gjeni parkim. Marrë një makinë me qera dhe nuk dinë italian. Dhe dy, kemi mundësi që çdo kush t'japi hapësirën e vet, pra edhe shtëpitë që kanë parkimin e tyre privat që mbase nuk e utilizojnë, mbase e përdorin për storage ose për diçka tjetër, mund të hapin Lukap dhe mund që nërën pak të ardhur, mbase mund të bëjnë një pushim plus në vit me anë të Lukap. Shumë interesante, Xhurian. Dhe një pyetje tjetër, ti vjen nga shkollë mesme. Po. Diçka që nuk për modën, nuk më përfillon shumë herët. Aplikacioni e parë pothuajse është në treg. Po. Domethënë një gati, shumë afër lançimit, shumë afër klientë të parë, tjerë. Apo jo. Po. Kështu që je shumë herët në fillimin e karrierës tonë si marrës. Tani si ndihesh te fillimi i karrierës? Ke pas probleme në aspektin e fillimit, ku ishin problemet të mëdha? Ishte për të marrë iniciativën, ku e pe veten më shumë vështirë? Për pjesën e sipërmarrjes, po, jam shumë mirë, ama për pjesën e zhvillimit që unë jam zhvillues kam vite që punoj, dhe realisht pavarësisht se është hera parë që jam sipërmarrjes, është ideja ime parë që më prishin ta në treg, unë punoj për një startup amerikan, në remote, dhe më duket sikur këto vite që kam punuar aty e kam marrë gjithë atë ndjesinë të patur listat e më qenë skuadër e vogël, edhe gjithë gjërat që çfarë po bëhet, çfarë po thotë, më duket sikur kam qenë aty me ata, edhe më duket sikur kam qenë pjesë e startup. Unë jam thjesht inxhinier nuk aty. Kështu që këtu e kam marrë me vërtet se si mund të bëhem unë një sipërmarrës. Pjesa më e vështirë ka qenë kjo, se pjesa e zhvillimit është e thjeshtë, kur e mendon se atë, po pjesa e gjetur kontakt, pjesa e folur me njerëz, pjesa e të gjetur buxhet, pjesa e të bërë njerëzit të besojnë në idenë tënde, pjesa e të shiturit të idesë, është goxha e vështirë dhe pa një strukturë të mirëfillt siç është Startup Albania që na bën reklamin me kështu kam vështirë se mund të ishte edhe pa mundur. Okej, shumë faleminderit. Shkrim të harbër ti në stat tjetër nga Xhuriani, se ti je i konsoliduar në treg, po themi, kontekstin shqiptar. Kontekstin shqiptar, po gjithashtu e kanë fituar, kështu që nuk kemi të lartë. Në rajon kemi parë që Patoko edhe krahasimisht me aplikacione të tjera në nivelin e duhur. Besoj që 2024 duhet të ketë qenë një vit i mirë nga çfarë ne shikojmë nga jashtë, por jo gjithmonë nga të dhonat empirike që mund të keni brenda kompanisë, por ne si agjenci kemi parë zhvillimin nga fillimi i 2024 deri tani në 2025, që është pozitiv dhe reklamimi ka qenë pozitiv edhe nga personat e tjerë. Unë vetë, ne si agjenci vetë përdorim të drejtën, sepse jemi dedikuar që të zvendësojmë çdo lloj shërbimi që ne përdorim është shërbim që startup ka. Domethënë kemi si parim dhe duam që edhe këtë të reklamojmë. Dhe edhe nga pikpamja e përdorimit, domethënë edhe nga udhëtimet e jashtme, pra që Bolt, Uber e tjerë unë shikoj një diferencë në aspektin e funksionalitetit. Unë të preferoja që mos kisha në të njëjtin vend edhe pastrues dhe taksi. Po, këtë e di shifa, si gjithë sugjerin. E shoh, po, faleminderit. Tani, po prapë një të pyetje si Xhuriani, vetëm do thoja se ti e ke filluar shumë herë. Një kohë mbasi pak më të vështirë. Me më shumë sfida në aspektin gjithmonë financimit, gjithmonë gjetjes tregut dhe sidomos bindjes që ka një aplikacion që duhet ta përdorësh, pse duhet ta përdorësh, çfarë zëvendëson, se i bie telefoni, vjen një. Ma thuaj pak për fillimin. Ku filloi? Gjithmonë, jo në aspektin teknologjik, por në aspektin si shtys për sipërmarrje. Okej. Para se të fillojmë me fillimin, do të fillojmë me fillimin tjetër, urimi një për këtë hapësirë që keni gjeneruar. Ky startup ju e vërtet. Keni marrë gjë shumë madhe transformuese përsipër. Është komunikimi i vlerës që ka teknologjia në përmirësimin e jetës shtetit për masat e botës. Shpresoj që Albania me që ka anë e para, Shqipëria të ketë mundësi që të krijojë dhe unikornet e vet që
Japi realisht ajo që është mundësi dhe unë mendoj që është mundësia që ju po luani një rol të rëndësishëm. Besoj që si jeni vetëm ju, si jeni vetëm ne, është një konglomerat që po bën ekosisteme për të dhënë shanse për të shkuar përpara i det. Mund realisht të gjeneroj një switch të madh dhe gjithë kësaj energjie të jashtëzakonshme që ka Shqipëria, dhe duhet thënë, do ne diferencohemi mbase nga që jemi popull i vjetër, mbase nga që kemi një dëshirë për të kaluar me hape galopant nga një histori trisht që kemi pasur qoftë nga faktorë të jashtëm, qoftë nga faktorë brendshëm. Besoj që ky është një mundësi që startupet në përgjithësi në Shqipëri të japin shanse Shqipërisë të bëjë kapërcimet pindarike që do të vajtojnë aty ku kemi infrastrukturë. Tani për të kthyer tek pyetja jote, unë e them si batut kur shkoj të flas me njerëz ndryshëm, varet çfarë lloj narrative do duhet të jap. Pra kush është fillimi real? Pse ndodhi gjëja? Çfarë ishte që e solli në këtë version që është Pato Kosovë, i cili ka qenë një nga idetë e para. Ne duhet thënë dhe do e them gjithmonë sepse është vetëm një narrativ që ekziston, që ne kemi dashur të bëjmë një aplikacion të përditshmërisë. Pra një qeles magjik, një aplikacion teknologji e cila jep dhe mundësi gjithë njerëzve që për nevojat e përditshmërisë ata të gjenin zgjidhjen që i përshtatet atyre sipas tregtarëve të cilët janë super të fragmentuar. Që e gjeti pastaj rezonancën në përzgjedhjen e vertikale se ne më futëm nëpërmjet taksisë. Pra ne pam që tregu i taksive me gjithë karakteristikat e saj që ka shumë të fragmentuara, shumë i paqartë, shërbim jo cilësor, por një rol shumë të rëndësishëm mobilitetin e qytetit, kishte nevojë për një zgjidhje teknologjike e cila në vetvete nuk përbën inovacion në kontekstin e inovacionit global, por përbën në kontekstin lokal një inovacion shumë madh sepse jep transparencë të çmimeve, jep teknologji për të ndërlidhur më shpejt atë që kërkon dhe ai që ofron shërbimin, për të luajtur rolin e atë që ka teknologjia, pra ndërmjetësin digital. Dhe u fokusuam tu sepse ideja e parë që ne dorim të po e them tani publikisht ishte që ne të çonim fillimisht, pra me Patrikun që është CTO-ja zhvilluesi i Patokës dhe ortaku im i parë sa jemi shkuar në kalimin e kohës, që të ndërlidhnim atë që shihnim si problem me avancimin e teknologjisë shqiptare që ishte kalimi që nga gjenerimi i recetës në tek doktori i lagjes, i cili jep dhe mundësi të shkon në një marketplace ku njerëzit zgjidhin ku kishin farmacinë më të afërt dhe edhe prapë ishte në mobilitet, por duke marrë dhe këtë aspekt tjetër. Zbuluam shumë shpejt dhe ky ka qenë rrugtimi i vazhdueshëm në botën e startupeve që nga universitetet ndaj që unë kam bërë, paçka formimit që kam pasur, që ti zbulon që ty të duhet të marrësh vendime shumë shpejt, lula blu apo lula kuqe, majtas apo djathtas, në çdo moment për të gjetur atë që të jep maksimumin e suksesit. Dhe zbuluam që këtu nuk e bënim dot. Te taksia na bëri sens të mobilitetit. Dhe prandaj u futëm aty. Dhe zbuluam që kishte vështirësi shumë ndarë të kuptuarit të shërbimit. Pra, Shqipëria në këto 2 vite, shpresoj të kemi luajtur rol kryesor, ka bërë transformim të jashtëzakonshëm digital. Në mënyrën se si i shet shërbimet e veta, qoftë edhe me platforma të tjera ndërkombëtare, Airbnb, Booking e tjera. Pra, Shqipëria nëse transformimi që pret nga Bashkimi Evropian e ka në mjet ligjeve, që praktikisht njerëzit e zakonshëm nuk e prekin dot. Por vetë teknologjisë ka mundësi ta prekë për ditë, ushë realitetin e vet, të garojnë në mënyrë shumë të prekshme etj. Dhe këtu futëm pjesën e taksive. Pastaj zbuluam shumë shpejt që mobiliteti nuk është vetëm taksi. Zbuluam që një person i cili do shkojë nga pika A te pika B, që është sfida më e madhe, jo vetëm për ne, por për lojtarët në ndër global, të zgjidhësh miljen e fundit, të zgjidhësh atë problem kryesor, ka nevojë pasur opsione multimodale në zgjidhjen e opsioneve. Tani në Shqipëri mundsohet vetëm taksia dhe autobusi. Nëse do ofroheshin opsione të tjera, ne do ishim të gatshëm që të futeshim në atë hapësirë trena që do jenë të tjera. Por duke qenë se ne kemi dashur me Patrikun, në fakt se bëj bizë gjatë, po janë se të vite e kësur luftë përditshme, ne zbuluam që nevoja për të sjellë bashkë një hapësirë të fragmentarizuar shërbimesh është shumë e madhe. Nevojat janë shumë, kam pasur vetë probleme që pas Juliano me parkimin, nuk kam pasur me gjetjen e elektricistit apo hidraulikut, që nuk e gjeja dot. Ministri Ibrahimi në një prezantimet që kemi bërë, më ka thënë se unë e shpjegova konceptin, thatë që kur të fuzi elektricistin më thua se do më duhet në ditë jam i sigurt. Pra këto nevoja reale që ka bota e përditshmërisë, ne jemi munduar ta përkthejmë në atë që thash çes magjik apo teknologjinë dhe këtë aplikacion
që jep mundësinë të dyja palëve të gjejnë njëri tjetrin. Nga ana përdoruese është më thjeshtë, ata thjesht hapin aplikacionin dhe shkojnë aty ku duhet. Pjesa tregtare, dhe kjo është vështirësia që ti duhet ngrihet me pyetje, është e jashtëzakonshme. Ti duhet shpenzosh kohë, të shpjegosh të herën, të shpjegosh se ata ti nuk je padroni i përditshmërisë tyre të punës, por je ofruesi i një shërbimi në një mënyrë shumë të thjeshtë, pa pasur ata nevojë që të bëjnë shpenzime në marketing, për ata që të bëjnë investime në teknologji të avancuara etj. Dhe kjo përpjestohet pastaj me mënyrën se si përfaqësohet. Dhe ne thamë që besojmë për tregje si Shqipëria, se patoko Shqipërinë ka si treg të parë, nuk e ka vendin ku ka vendosur të operojë, sepse në diskutime tani edhe për të udhëzuar rrugën e tjerë. Duam të japim këtyre vendeve pikërisht mundësinë që ata të gjejnë zgjidhje një lloj siç e kanë edhe kompanitë më të mëdha në botë që kanë ofrojnë tipër mëndërore këtë etj. Pra edhe platforma të mira teknologjike që të kenë rezultate të ngjashme në fund ditës. Nuk e di nëse jep përgjigje të plota se që desha të bëj. Shumë qartë. Kerti, Rapone. Emrin shqip, perfekt. Rapone fillon mendon që në atë moment ka të bëjë me mobilitetin, ka të bëjë me lëvizjen, ka të bëjë me taksin, me autobusin, nuk ka rëndësi. Po, e njëjta pyetje si edhe për Arbrin. Ti je në një fazë të avancuar pra është zhvilluar aplikimi, ke dalë në treg, ke një eksperiencë aktuar X me klientët, me nga dyja palët të biznesit dhe konsumator. Ta thuaj pak si ishte rrugtimi jot, pra ku filloi, sa kohë përpara, çfarë të shtyu që ta çoje deri këtu, edhe në një sfidë që ti e ke parë të arsyeshme gjatë këtyre viteve që ka qenë konstante, pra financimi, ka qenë mbështetja nga autoritetet e mëra. Shumë faleminderit Adrian për ftesën. Komplimente edhe për punën shkëlqyer që po bën për gjithë kësaj periudhe dhe për gjithashtu edhe për ne startupet që po na promovoni dhe gjithashtu edhe Ministrisë me mbështetjen e vazhdueshme që na ka ofruar për gjatë gjithë kësaj periudhe. Siç e përmendën edhe kolegët e mi pak më parë, është diçka që është e vështirë, pra asgjë nuk është e lehtë në radhë të parë. Si ide ka filluar si ide ime personale nga eksperiencat e mia e të provuarit aplikacioneve të ngjashme jashtë shtetit vitet e parë. Në 2021-shin mendova që të filloj si projekt. Ishte një këmbgulje, ndoshta edhe një sfidë në të njëjtën kohë që ky projekt të ndërtoj nga fillimi. Pra, kjo është edhe një nga rreziqet më të mëdha, po them që ishte ky projekt, sepse duke marrë edhe kostot normalisht që ka zhvillimi teknologjik që janë në një niveli të caktuar. Mendoj që ka qenë një sfidë për atë periudhë. Ka pas përpjekje të mëparshme nga aplikacione edhe para 5 vite, para 7 viteve për të arritur për të sjellë në tregun shqiptar, po themi një projekt të ngjashëm, por mendoj që ky ka qenë fiks momenti i këtij projekti. Pra, pas vitit 2021-2022 ne në treg kemi dalë me ato vështirësitë tona në fund të 2023-shit, nga nëntori 2023-shit. Në 2024 pastaj ka qenë një vit që ka qenë vërtet konsoliduar, po them. Duke ju referuar vështirësitë kanë qenë të mëdha qoftë në aspektin teknologjik, duke qenë se siç e përmenda është një aplikacion i ndërtuar, pra shumë gjëra do na duhet i zhvillonim nga fillimi, facilitetet të cilat ne ofrojmë për treg. Por sfida e vërtet ka qenë problemi me taksist. Pra, ndërsa në këto momente me biznesin në këtë rast, nëse në këto momente ne mund të flasim që kemi arritur ta zhvillojmë, po themi, mobilitetin në Shqipëri, duke fal punës tonë, fal punës së Patokos, tashmë taksistët, po themi, janë në përditshmërinë e tyre mund të përdorin teknologjinë. Në fillimet e tyre ata kanë qenë një tmerr. Pra, vështirësia jonë në të njëjtën kohë, raporti me ata ka qenë në fije të perit, sepse ata vazhdimisht ankoheshin, sepse nuk dim nga ana teknologjike. Ne i prezantonim një projekt të ri, një luftë e vazhdueshme. Por tani me nuk ka mbaruar lufta. Jo, nuk ka mbaruar akoma. Nuk ka mbaruar, por mendoj që kemi bërë një zhvillim shumë të mirë dhe një arritje shumë të mirë për këtë kategori. Tashmë ata e përdorin, po themi, në përditshmërinë e tyre fare lehtësisht.
si nata me dite me një periudhë të mëparshme. Kemi gjithashtu kemi shmangur dhe një nga sfidat e tjera kemi shmang informalitetin nëpërmjet kësaj gjëje, sepse shumë edhe nga rastet tona personale, nga miqtë tanë, nëse dikush do shkonte një i huaj që nuk ka informacion për Shqipërinë, do shkonte tek Tajvani për të marrë një taksi për në aeroport, çmimi ishte 40 euro, 50 euro. Ndërsa tashmë një i huaj e di çmimin paraprakisht dhe ka një shmangi, po themi, deri në 90-95% të informalitetit në këtë sektor, të paktën për kategorinë e cila viziton Shqipërinë. Ne jemi hasur edhe me vështirësitë të tjera, të cilat në kuptimin edhe teknologjik ka pas edhe një vështirësi për pjesën e marketingut, duke qenë se edhe marketingu shumë i shtrenjtë normalisht në tregun tonë dhe të gjithë e dimë këtë gjë dhe një burim shumë i mirë ka qenë edhe fondet Grand 2024, të cilët na kanë dhënë një shtys për ta promovuar akoma më shumë produktet tonë. Shumë mirë. Do të ndarë për përmendje që nuk është e lufta mbaron ndonjëherë, çfarë lloj biznesi që ajo është konstante. Edhe gjëra mbas e kthehen te këty përsërim me qenë se ju nuk jeni akoma në treg. Pra keni fituar luftën e teknologjisë, që tjetë një shumë mirë, siç e the, e keni ndërtuar platformën, mezi presim të ta shohim live. Cili është plani për dalë në treg? Pra kur si keni menduar çfarë do të testoni fillimisht, ku do shkoni, pra, nëse keni lokalisht do të ndërtoni një biznes pak më të gjerë për te Tiranë, më shpjego pak më shumë rreth të ardhmës së afër, për plasën 2025-2026. Siç diskutuam platforma është gati, ne tani jemi në fazë diskutimi me biznese si në Tiranë edhe në Durrës, për që janë dy qytete të mëdha dhe kanë fluksin më të mëdhenj turistëve. Ideja jonë tani është që ne ta mbushim platformën me hapësira për të gjetur parkim. Pra ne nuk duam që klientët futen edhe mos të gjejnë dot parkim. Platforma të punojnë po thjesht nuk ka stok. Kjo është ideja. Tani po ndërtojmë stokun, po marrim sa më shumë biznese dhe ftesë hapur për stokun që do të bashkëpunojmë me ne. Nuk do të them, nuk ka parking në LinkedIn, Instagram dhe nuk ka bizparking.com në web. Ftesë hapur për të gjithë. Kjo është, pra që po bëjmë ne tani. Siç thamë, ka shumë sfida, parkimi me vërtet duket i thjeshtë, por kur e mendos edhe thellë, kam strategji të ndryshme të vënies së çmimit, kam mënyra të ndryshme si njerëz mund të bëjnë sistemin, ka mosbesim ato gjëra hapësirën hapur apo jo, si mund të sigurosh ti që një hapësirë është e lirë, pjesën që njerëzit kanë frikë të përdorin kartën realisht. Ka shumë. Edhe ne luftojmë një luftë tonë shumë gjatë për luftën tuaj. Por që kemi të rënë pak më të mirë se kam provuar përpara nesh. Tani, se ju jeni një aplikacion që po themi dikush futet, na shpjego pak si funksionon, pra nga pikpamja e konsumatorit dhe biznesit. Çfarë bëjnë kur downloadojnë aplikacion? E para duhet të jesh patjetër regjistruar, mund të regjistrosh direkt në Google ose kështu, nuk lejojmë aksesin nëse je pa regjistruar. Si klient është shumë e thjeshtë për ty. Futesh, shkruan hapësirën kudo ose gjen hapësira pranë teje, e shtyp ose rezervon tani në moment ose rezervon në një komentar. Këtu mbyllet futet atë kartë sigurisht për bërë pagesën para pagimit dhe këtu mbyllet gjithë pjesa jote. Pastaj aplikacioni ta mban ty kur e ke booking, për sa kohë do zgjasë, të njofton përpara se të nisë përpara se të sigurisht çfarë pret nga një aplikacion rezervimesh. Pjesën e ofruesit është pak më e komplikuar. Ti zgjedh bësh pjesë e platformës, bie dakord me kushtet dhe termat dhe në momentin e parë që e platformës direkt duhet të regjistrosh një hapësirë pranë, jo ofrues. Hapësirën mund ta regjistrosh totalisht vetë, nuk ka nevojë as të shkruash neve, as kështu është e gjitha brenda aplikacionit. Për ofruesit do të kisha specifikuar për ofruesit e vegjël, pra se ofruesit kemi të mëdhenj se të vegjël. Për ofruesit e vegjël që mund të lë hapësirën time për në çfarë kam shpinë i zonë të mirë, ose ka individ. Po, individ thjesht. Siç shumë e ngjashme me Airbnb, ne kemi si platformë kështu. Thjesht fuz detajet e hapësirës time, plotësoj ato kërkesat, plotësoj orët kur është hapur, plotësoj çmimin, çfarë strategjie çmimi dua. Aplikacioni të jep ty rekomandime çfarë është çmimi në hapësirën tënde, në zonën tënde, çfarë janë ato çmime më të mira, si mund të përfitosh më shumë lek. Ti jep ca parashikime sa para mund të gjenerosh etj. Po kështu është logjika. Pastaj realisht ne kemi një projekt tjetër që nuk do të flas shumë, por do të flas edhe pak, që është gjithë hapësira menaxhohet për ty në mënyrë
autonome. Pra ti nuk ke nevojë as që të hapësh në dyert as që të të çosh garazhin, është një pajisje që ne po punojmë dhe besoj se do të kemi gati me lançimin e lukapit. Që gjithë hapësira menaxhohet në mënyrë autonome. Ti thjesht e hedh në lukap, blen pajisjen që po prapësh revenue stream për ne, e le aty dhe jo. Dhe si paguaj unë në momentin që jam brenda lukapit? Në momentin që ti je klient, kemi premisa. Po marr, domethënë po bëhemi shumë bazik të eksperimenti këtu. Unë hap lukapin, regjistrohem, arbri ka një zonë që ka një vend parkimi, po flasim individ në këtë rast. Shkoj, duhet përnotoj vendin që është parkimi, po vi nga Durrësi, po vi për Tiranë, ka e gjetë parkimin. Si arrijun ta bëj bukë, si e paguaj? Se di sa kam mundësinë të ta demonstroj, se jemi me kamera. Ato se demonstrojnë këto, po pra demonstrojnë në video, kamera, kështu që ti të shpjegoj. Po, unë hyj te aplikacioni, shkruaj, ti e ke gjetur ndërkohë ku do ta shtyp, thjesht shtyp rezervohen në të ardhmen ose rezervo tani, fut ato orët që do të rezervosh edhe vazhdo. Të del Apple Pay ose çfarë ke të regjistruar nëse nuk ke fut detajet e kartës dhe rezervimi ruhet. Është gati për të paguaj me çdo kartë? Po, mund ta bësh me çdo kartë. Mund përveç kartës, ka një mënyrë tjetër pakesa? Po mendojmë për të Për momentin është karta vetëm. Sepse në ana e biznesit e ke zgjidhur Amexën me që është conversation unë do doje. Po jep. Sa dhe ne fitojmë me njëri tjetrin. Thjesht doja të bëj një pyetje. Për individin e kuptoj që unë futem bëj bukë, paguaj me kartë. Po. Biznesi, në rast se jam biznes që kam 50 parkime. Tani si është procesi për biznesin, se duhet mund të tërheqësh lekën 24 orë mbasi është konfirmuar. Po, pra çfarë regjistron një konto bankare aty? Po, patjetër. Kur në momentin që bën sign up as business, as provider, për rast është edhe shqipu. Ashtu duhet të futësh nuk ti kërkon aplikacion në momentin që futesh, se nuk duam që të largojmë mjeci, po në momentin që krijon një hapësirë do ta publikosh, ti kërkon detajet e kartës. Pra, domethënë unë regjistroj konton llogarinë bankare që kam, çfarë do të bëj kësaj? Çfarë do të ka? Mund të regjistrosh dhe PayPal, mund të regjistrosh dhe Apple Pay. Domethënë çfarë do lloj mjeti financiar që kërkon ti? Ajo pse kemi në Shqipëri. Në momentin që do vijë aplikacioni e sonë që po përdorim edhe aplikacionet këto electronic wallets që kemi në vendin. Po, eksakt. Disa nga ato janë. Çdo mjet financiar që e përdor në aplikacionet e jashtme punon automatikisht. Nuk është një pyetje kjo. Po, sepse ti pyete për problemet që shpërfaqet gjatë kohës që operon, se ideja është fantastike ndonjëherë Leonardo da Vinci ka thënë që bënte helikopterin që shikon në 60. Po ke limitime teknologjike. Tash në Shqipëri nuk është problem teknologjik, është më shumë problem të avancimit të sistemit bankar që ne kemi, kuadër ligjor që normalisht ka nevojë që të vinë në shekullin tonë, qoftë mobilitet, qoftë gjëra të tjera. Pra ka disa shpejtësi që ne duhet të marrim parasysh. Ti përmend të gjitha kartat. Amexin për shkak se do të zgjidhësh. American Express. Ne përdorim Stripe. Përdorim Stripe. Që procesoni, jeni të regjistruar jashtë Shqipërisë. Po. Kemi një deg, një filial jashtë Shqipërisë, në Amerikë. Dhe nëpërmjet asaj kemi akses te Stripe. Okej, kështu që pas kanë akses të gjitha format edhe edhe Apple Pay, kështu s'ka nevojë s'ka limitim. Jo, më tepër për ta kontekstualizuar lokalisht. Pra, kush që nuk e ka konceptin Apple Pay, pra që nuk e përdor, prandaj do të bëjë ato pyetje që ta nxjerrim bankën në diku që konceptin e cashit e zhdukur. Domethënë jemi në një luftë me cashin se lookupi është shumë kundër informalitetit. Ne madje marrim dhe parkimet që mund t'i keni parë 5-6 vend që në përlagje dhe i shtym që të bëjmë pjesë e lookupit edhe që ne ta bëjmë pjesën e kuadrit ligjor për to, që mos të jenë më informale pra, përveç benefiteve të tjera që marrin marketingi institucional. Cashi është shumë i vështirë për të kontrolluar. Unë e di që është edhe qëllimi i qeverisë shqiptare që ta uli, si çdo qeveri tjetër, që ta uli sa më shumë cashin. Ne kemi premisa që do ta shtojmë në momentin e launchimit, por për provider të zgjedhur dhe për klient të zgjedhur. Pra nuk mund të jetë një gjë hapur fare s'është. Kam shtypën se dhe ju keni pas një probleme. Thjesht, domethënë, pjesë nuk është integruar tamam 100% kjo pjesa e kartës, tek mentaliteti. Është shumë problem mentaliteti shqiptar që kanë frikë të përdorin kartën, hezitojnë, mendojnë se do marrin lekët ose por mos ta humbur dhe atë target group. Në këtë kontekst është e pyetja. Tani një nga, domethënë disa prej kompanive që kemi vendosuar te grante, po që kemi pas te projekti pilot të pagesave të shpejta, kanë mundësi që brenda aplikacionit të tyre të gjenerosh një numër karte, pra një kartë Visa momentalisht. Dhe Mastercard të një tjetër, ta gjenerosh një kartë re.
pra është kartë prepaid, po gjenerohet në moment, edhe i vendos një fond X sa do të paguash. Pra ke mundësi që edhe tani e kuptojmë që nuk është për të gjithë komunitetin ose për demografi të ndryshme, sepse jo të gjithë kanë ato fleksibilitet që kuptojnë se si gjenerohet karta e tjerë, po ka mundësi, kjo është mundësi, se ne kemi provuar, kemi testuar edhe me pjesën tjetër, edhe fintech-ët besoj që do jetë një nga sesionet që ose mund të kemi 2-3 sesione se ke ajshën fintech kemi të herë. Shikojmë se si do eci, pa ata facilitojnë në mënyrë horizontale të gjithë, po themi edhe strukturat e tjera ose këto nën-sektoret e tjerë, si që një përshim mobiliteti e tjerë, se japin mundësi që të bëjmë pagesa. Tani unë do kthesha edhe një herë prapë te mobilitetit e planët tuaja. Dhe përveç planeve në të ardhmen, se ju përmendët pak, do shikoja pak nga pikpamja rregullatore ligjore, edhe nga pikpamja e zhvillimit të atokos ose raponit. Ku e shikoni ju problemin më të madh që ju limiton ju në aspektin e ecjes përpara, edhe kur themi ecjes përpara jo zhvillimit gradual, po zhvillimit menjëhershëm. Dhe si mundet, domethënë nëse do kishet një dëshirë të madhe sot, ku do ta drejtoj? Okej. Teknologjia që ne përdorim, gjithë ne këtu, po në përgjithësi gjithë lojtarët në Shqipëri është teknologji e huazuar, nuk është se ka inovacion se pash më përpara, i cili ndryshon botën. Ndryshon botën tonë. Tani, një nga parimet që ne kemi sidomos të mobiliteti, që kryesorët janë Uberi e tjerë, është që ata bazohen mbi atë që quhet gig economy. Pra, ne kemi mundësi që kemi mundësi, po duhet bërë se ende nuk është realizuar kjo mundësi, që t'i liberalizohet tregu i ofruesve të shërbimit në Shqipëri për atë që quhet tokenizim ose pjesëzim i kohës së tyre për të punuar dhe të ofruar aftësitë e tyre. Pra një shofer që ka një makinë mund ta vërë në dispozicion të nevojave që ka mobiliteti i Tiranës, mobiliteti i Shqipërisë në momentin e turizmit e tjerë që ta zgjidhë këtë problem. Po për të bërë kjo gjë, ka nevojë që ligji 1998-s, që i përket një kohe tjetër, një nevojë tjetër të zhvillimit të vendit edhe mënyrës se si mobiliteti shpërfaqet, të ndryshojë. Pra të futet ajo që quhet PHV. Ne po mundohemi të futemi në Ganë, kemi diskutime konstante me autoritetet atje. Dhe ata kanë parashikime ligjore, të cilat i stipulojnë në mënyrë gërm për gërm se si do funksionojë marrëdhënia me të gjitha palët, qoftë nga sektorët financiar, tek mënyra se si përftohen të dhënat që ka çdo shofer për makinën që ka, pikët që kanë patentë, gjithçka tjetër, kështu ti si kompani teknologjike merr akses tek këto dhëna dhe pastaj i transferon. Kjo gjë ka shumë friksione në Shqipëri. Pra, në aspektin e fintechut, është ajo që thua ti, shumë e vërtet. Pra, ka pas mungesë tash që gjithë këto fintech që do të ndryshojnë shumë shpejt radikalisht dhe ne po e ndjejmë çfarë ata po bëjnë. Në aspektin e mobilitetit, tash presioni po vjen nga vraponi dhe ne. Ne po i bëjmë presion, por nga ana tjetër instrumentet poshtë ta mundsojnë një mobilitet cilësor, i cili shkon me disa nivele dhe me oferta për ta liberalizuar tregun, për të ofruar gamification më të lartë të tjerë mungon. Kështu që unë do të thoja në dy gjëra, fintechu i parë, i cili do bënte shumë të lehtë sepse cash realisht është i vështirë, sidomos kur ke një kompani startup që është e vogël, krijon probleme në mbledhje etj. E dyta është pastaj pjesa e gig economy. Gig economy do bënte mundësi jo vetëm që të futeshin pjesën në mobilitetin e taksive apo makinave, por edhe nivelet e tjera të ofrimit të shërbimeve. Dhe aty pastaj Shqipëria do kishte, edhe nëse ka ndryshime demografike, siç po ndjen tash, do kishte mundësi që ata njerëz që duan të fitojnë më shumë, të punojnë më shumë, do të përmirësojnë atë zanatin e vet ose ofertën që kanë në treg, që kanë ata në treg. Që po zgjidhen këto dy gjëra në kohën afat mesme, sa afat shkurtër besoj që ka nevojë për aspekte rregullative etj. Ne do bënim një fitore më të madhe dhe me kurbën e madhe të 365 ditësit Shqipërisë turistike, nevojat do zgjidheshin, aktualisht nuk zgjidhen. Edhe me taksit që shtojnë për ditë, edhe me lojtarët që janë të debatueshëm, të jo të debatueshëm, me të gjitha format edhe pirateria që ekziston në treg etj. Pra tregu ka friksione shumë dhe Tirana nuk lëviz siç duhet. Nuk lëviz siç duhet sepse kjo pjesa e shërbimit privat nuk është në maksimumin e saj, por nuk jepet mundësia të çlirohet kjo energji që është e gatshme, para se të vijë këtu kisha një telefonat me një person që do të bënte këtë gjë, dhe nuk e ofron dot këtë mundësi, pashka se teknologjia ekziston.
dhe nga ana tjetër dhe në ofrimin e të dhënave. Ne kemi, nuk e di pse, nuk e di nëse ti e ke zgjidhjen për këtë, pse ekziston ky mentalitet, por open data është shumë e rëndësishme. Pra, të kesh teknologji, të ofrosh një shërbim të caktuar, kur e ke zgjidhur në një farë mënyrë hyrje në treg, dhe mos kesh akses në të dhëna GPS-i, në të dhëna statistikore, në dhëna që realisht të bëjnë zgjidhjen tate, shëteci me atë kurbën e përshpejtimit që thua ti. Qofse zgjidhen këto tre elemente, farë se tash dy, po tash janë tre, është dhe kjo pjesa e data sharing, ne nuk do kemi mundësi që të shpërfaqemi si kemi mundësi. Pra, do jemi thjesht mini kopjues të një zgjidhje që ka 14 që ekziston në botë, përmjet Uberit dhe kompani, por që në Shqipëri nuk shpërfaqet ashtu si është në anglisht intended, pra siç e ka pasur idenë fillestare. Pra është një interpretim shqiptar i zgjidhjes së kësaj gjë. Pra ofron një zgjidhje që i ngjason, pra në teknologji, paska sa të janë shumë të avancuar, ka 30.000 zhvilluesa, ku di unë etj. Po si logjikë përgjithshme kemi zgjidhur problemin. Çështja është që oferta nuk vjen një lloj siç e ofrojnë ata për ta bërë më dinamike dhe për të zgjidhur problemin realisht. Tirana 1 milion banorësh, nuk ka arsye për të pasur trafikin në Shqipëri. Nuk ka arsye që njerëzit detyrimisht shkojnë tek makinat. Tash ne jemi çik konkurrent bashkë me thua makina 3 parkuar dhe makina të lëvizje. Ajo. Kështu që në këtë këndvështrim ne duhet shkojmë te ajo ideja ku personi lirohet nga vargojnë të pasurit në pronësi diçka, të cilën e zgjidh edhe Japonia dhe Patoko, edhe ku diun bicikleta nëse pas nesër skuterat, mikromobiliteti etj. Kështu që po i zgjidhim këto probleme, do shohim që edhe Tirana dhe Shqipëria do ketë një panoramë shumë interesante. Okej. Gjërti, na shto diçka aty. Në vetëm unë jam shumë dakord me atë çfarë paraqiti edhe Albert, ne po lobojmë sepse ka ardhur momenti që legjislacioni të ndryshojë. Pra, domethënë është shumë i vjetër dhe pikërisht legjislacioni për klasë gjithmonë Ligji transporti. Ligji transporti, po. Ligjin për transportin, i cili tashmë duhet i përshtatet këtij zhvillimi të bujshëm teknologjik, që ne po ecim me hapin e ndërkombëtarëve, siç mund ta quajmë masivisht. Por ajo se çfarë duhet të përmend është që edhe Uberi në shumë shtete ka hasur vështirësi, ashtu siç po hasim ne aktualisht. Këtu është përpjekur të hyrë në disa shtete të cilat në një farë mënyre nuk e kanë lejuar që të hyjë pikërisht për shkak të mangësive në legjislacion. Çfarë ndodhi në Gjermani, Uberi për shembull tentoi para 8 viteve të hyjë aty në tregun gjerman me konceptin e vet, por nuk e arriti dot të depërtoj aty, dhe aty u shfaq Free Now, aplikacioni shumë i njohur tashmë në Europë, i cili operon vetëm me taksi të licencuar. Pra, solli konceptin, huazoi në një farë mënyrë konceptin e Uberit edhe e përshtati sipas vendit. Çfarë bëri Uberi? Shkoi në Itali, edhe në Itali tani Uberi operon vetëm me taksi të licencuar. Pra, nuk ka asnjë gap ligjor të shkojmë atë koncepti vet. Dhe është edhe pjesa tjetër, pastaj pjesa e presionit të vazhdueshëm që ne kemi dhe do të kemi edhe nga kompanitë e taksive, sepse kompanitë e taksive ne në një farë mënyrë na shohin edhe si konkurrent. Detyrohen, ne nuk jemi kompani taksie, pasu mos arbi nuk kemi asnjë lidhje me kompanitë e taksive, por shihemi si konkurrent për kompanitë e taksive. Por kjo është interesante sepse e heqim të pjesën e konkurrencës, është normale, ashtu do ndihen edhe në mes njëri tjetrit ku diun, po çfarë është interesante është që roli që luajnë gjitha hyrës të ri në treg, pra edhe kompanitë e taksive vetë, por shkak se sot në farë mënyrë nuk e japin zgjidhjen dhe aq demokratizuese siç mund ta japim ne. Pra kanë bërë një ndryshim shumë madh në ofrimin e shërbimit, sepse para 10 vjetësh ose 12 vjetësh ti kishe taksistën e lagjit i cili shtyte makinën pa e futur në marsh për të bërë dy hapa, të jepte atë çmimin që tha Gerti 40 euro për të vajtur në aeroport që nuk bën sens as me taksimetër as në një format tjetër etj. Ata me ofertat që kanë sjellë prapë kanë në një farë mënyrë ndryshuar perceptimin, kanë futur konkurrencën. Tash kjo pjesë e konkurrencës për mua është e rëndësishme sepse unë mendoj që qyteti meriton shërbimet të cilat vijnë në një format të caktuar. Duke ngritur cilësinë dhe ne për kësaj nevoje, për kësaj konkurrence, sot jemi lider në mobilitetin elektrik, jo vetëm në Ballkan, që është pa diskutueshme, por edhe në hapësira më ndaja europiane. Pra nuk e për
raportin e përqindjes kaq shumë makina elektrike, të cilat janë futur në treg. Tash është e debatueshme se nuk e prodhon dot aq shumë makinë elektrike në Europë sa që prodhon Kina dhe ne kemi më së shumë makina kineze, por si adoptim i transformimit të gjelbër, Shqipëria ka bërë hapa të jashtëzakonshme. Prandaj dhe thash që në fillim kur nisa që ky është momenti i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Çlirohet një energji dhe pastaj mund të kaloj në nivele të jashtëzakonshme. S'ka problem, thjesht domethënë jam shumë dakord me atë dhe do të shtoj diçka të fundit që edhe nga studimet që është bërë në këto shtete, për shembull europiane, në Amerikë dhe të tjera, është provuar dhe me prova shumë bindëse, po themi që një porosi me aplikacion të taksisë të vjen 30 deri në 50% më shpejt sesa një porosi me mënyrën tradicionale, me telefon, me Shumë e vërtet kjo, sepse si thash, testim, domethënë jemi testim si do të thënë dëshmitar, është testimon. Ne jemi dëshmitar të produktit dhe shërbimit që ofrohet. Dhe këtë nuk e them se jemi ne këtu apo se kemi interes për ta thonë, po në çfarëdo lloj rasti që ne kemi testuar edhe me të njohur, po edhe brenda agjencisë, sa herë që kemi testuar një marrin telefon pra mënyrë tradicionale, merr telefon një X numër taksie që e ke gjithmonë apo dyshin apo treshin, ka gjithmonë një variabël e cila është e pamallshme, për 10 minuta në telefon dhe pastaj bëhet 15-20, bëhet edhe më shumë. Dhe komunikimi është më i qartë sepse në momentin që vjen ti shikon ku është, çfarë është, erdhe për 2 minuta, 10 minuta, 5 minuta, 7 minuta, pra të gjitha këto. Dhe çmimin e ke para caktuar, që është është diçka që ndryshon. Tani duhet mbase edhe ta themi që këto aplikacione janë falas për konsumatorët, se ka shumë njerëz kuptojnë që aplikacionet janë me lekë, pra paguan vetëm në momentin që merr taksin. Dhe edhe ende unë akoma nuk kam parë një problem në përdorimin e aplikacioneve. Pra edhe kjo është për të thonë, sepse e mendoj që do ishte pak më vështirë, pra pak përgjigje më pak vonesë. Por ndërkohë të gjitha janë shumë natyrshëm, pra sidomos pasi e kemi përdorur herë 3-4 që kanë që ka numër X taksish, dhe rritet eficienca në çdo lloj veprimi që merresh. Nuk ka nevojë që të marrësh telefonin një aty. Tani pagesa në aplikacion që është një diçka që e përmendur për patokën dhe breponin, do të besoj që na thonin mbase Gerti të fillojmë me ty që e keni menduar, sepse ajo është diçka që ne duam ta, pra edhe mund të paguaj tipi tjetër taksin para se të vi taksia, që është por përveç kësaj, na thuaj pak edhe si ka qenë viti fundit pra 2024 në krahasim me 2023 në aspektin e rritjes, si e shikoni 2025-ën, dhe si e shikoni se ne gjithmonë si agjenci kemi detyrë për kthyer grantin në një vlerë ekonomike për Shqipërinë. Dhe kjo është synimi kryesor, pra nëpërmjet punësimit, po deri nëpërmjet zhvillimit të aplikacioneve, të ardhurave që si kompaninë e tjerë. Pra është ky thelbi kryesor i granteve tona dhe pastaj zhvillimi i muaj patjetër. Po na përmend pak, domethënë si e keni menduar këto 3-4 hape që janë të rëndësishme. 2024 krahasuar me 2023 ka një zhvillim shumë të madh, qoftë në aspektin e përdorimit, qoftë në aspektin e rritjes së numrit të përdoruesve. Pra janë, domethënë, edhe ne vetë na ka befasuar kjo rritje. Pse? Sepse në radhë të parë fal edhe marketingut më agresiv që përmendëm edhe pak më parë, fal të gjitha ofrimit të faciliteteve teknologjike që ne i ofrojmë aktualisht të gjithë konsumatorët dhe ne aktualisht mund të flasim për kemi arritur në një nivel të 40 deri në 45.000 përdorues, të cilët e përdorin aktualisht rapon. Shumë shpejt kemi arritur në 90.000 shkarkime, shumë shpejt do kapim edhe atë shifrën e famshme 100.000 shkarkime. Dhe po shohim, po themi, një qasje shumë të mirë krahasuar me 2023. Ishte shumë e vështirë, shumë herë jemi bërë edhe pesimist, sepse ishin ato vështirësitë që ju përmenda pak më parë, por 2024 na ka bindur që ne jemi në rrugën e duhur. Edhe në rastet kur është faq Uberi, po themi, apo Bolti në Europë,
ato zotëronin rreth 1% të popullsisë përdoruese, dhe aktualisht flasim për një shifër të 20% të popullsisë në Amerikë apo në Europë, të cilat na tregojnë edhe ne që ky zhvillim teknologjik po arrin edhe në Shqipëri. Planet për 2025 janë të mira, ne po zhvillohemi, po themi dhe për konceptin B2B. Shumë shpejt javës tjetër do të lançojmë edhe produktin tonë Wrapon Business. Dhe nëpërmjet duke ofruar në të njëjtën kohë zhvillim teknologjik, historik teknologjik, çmim të paracaktuar, pra shmangje të informalitetit për të gjitha bizneset dhe punojësit e tyre. Pra çdo punonjës i secilit biznes mundet që aktualisht të lëvizi me taksi nëpërmjet aplikacionit Wrapon dhe nuk do ta ketë mbi kokë atë financierin e tmerrshëm që i kërkon faturën e taksisë apo a shkove vërtet tek qeturia apo ktheve vërtet nga qeturia. Po përmend edhe disa herë efekt reklamë. Jo. Këtu s'ka problem. Vurare që vjen. Mos kimre. Çfarë dosh? Të një biznes. Dhe tashmë po themi ai financieri i tmerrshëm do ta ketë tek platforma e vet, të gjithë rrugën që ka përshkuar punojësi i vet, do ketë çmimin e rrugës dhe do të jetë i qetë po themi pjesën e informalitetit. Po shohim që ka një qasje shumë të mirë, kemi filluar me disa biznese që aktualisht po e përdorin Wrapon Business dhe po ka qasje vërtet të mirë në tregun shqiptar. Po përpiqemi gjithashtu të rrisim akoma më shumë pjesën e marketingut, falë edhe disa donacioneve të tjera nga agjencitë të tjera jo shtetërore, të cilat na kanë mbështetur dhe po ecim po themi me ritmin e duhur. Mendoj që nuk do ketë kthim bravo. Shumë mirë. Arbret, një gjë më thuaj sa shifra. Okej. 2024, 2023, si është po 2025-ën. Dhe përveç kësaj, kush është plani për të zhvilluar, se kemi nevojë për patokën që të njive dhe në Durrës, dhe në Vlorë, sidomos kur janë qytete të cilat kanë një perimetër të ngushtë, por shumë të gjatë. Domethënë, në Durrës mund ta fillosh nga plazhi deri në qytet edhe për te. Dhe unë kam ndier atë aktivizimin, pra jashtë Tiranës ndihet më njëherë numri i taksive që ka platforma në sidomos ose në përgjigje në shpejt që vjen. Këto. Okej. 24 ishte viti i testit të zjarrit, sepse rritja galopante që ti ke në vitin e parë të lançimit nuk replikohet më. Të shkon nga baseline 0 që gjithçka është jashtëzakonshme. Ne mbyllim 24 me 381% arritje nga viti para ardhës, që jep disa lehtësime njëkohësisht, jep lehtësime për të kuptuar sa është qëndrimi i atyre përdoruesve fillestar, sa janë jo vetëm adoptues të rinj, po adoptues konstant, sa janë klientelë reale. Pastaj duke qenë se ne kemi një platformë që ka 5 aplikacione brenda vetvetes, ne shohim atë që e quajmë cross pollination, pra pjalëzimi i atij përdoruesi në ato vertikale të ndryshme për të parë se si ai sillet brenda kësaj hapësire shumë shërbimshë që ne po japim dhe e 24, po 25 akoma më shumë, kanë qenë vite ku ne kemi nxjerrë këto vertikale të reja, duke përmirësuar se tek taksia ne kemi 500 update. Domethënë është super i konsoliduar, paska se kemi 3 risin dhe që totalin tani në 25-ën, dhe nuk do bëj publike më keq. Po që janë realisht game changer në një farë mënyrë. Do të ftojmë për tjetër. Do të them atë. Ja, okay, po janë njërsi që rrisin eficiencën akoma më shumë për sa i përket opsioneve që kanë qoftë përdoruesi qoftë ka shofer. Okay? Po janë në nivelin e këtyre gjikandëve që përmendëm pak më parë. Kështu që largohet ai friksioni që edhe pse është produkt shumë i mirë teknologjik, prap ka nevojë për të sjellë sipas nevojave të tregut. Pra nuk shkon vetëm ide fillestare i adoptohesh tregut. Një nga ato po ta them një, është për notimin e të ardhme, por me mundësimin e
përzgjedhjes së rrugës si të do etj. Pra që jep një lloj lirie qoftë shoferit, qoftë përdorësit. E cila në kontekstin e turizmit bëhet shumë më vlerë, sepse njerëzit duan të planifikojnë udhëtimin e tyre para se të vinë etj. Tani, edhe ju të tre përmendu turizmin. Dhe unë kam këtë dilemë, sepse kur shkoj në një, për shembull, mua më pëlqen Bolt si aplikacion, është shumë i thjeshtë. Dhe është në përgjithësinë në shtete të caktuara dhe e kam përdorur për herë të parë në Ukrainë. 2017-18. Po, fundi. Afër shtëpisë. Afër shtëpisë. Dhe ishte totalisht bazik. Pra, thirr taksi, që në atë moment paguaj nëpërmjet pra karta e PayPal etj. Mënyra dhe asnjëherë pe nuk e breku mënyrën e pagesës. Pra, unë si konsumator, mbas edhe si biznes nga palë tjetër kur ke platformë biznesi, duaj që të kemi mundësi pagese. Tani, për pagesa, duke qenë se ne, siç e përmendëm, në ekosistem kemi disa mënyra pagesash që janë aktive. Ku e shikoni, domethënë, ku është problemi i integrimit për pagesën, është teknik? Ne kemi apo është ne kemi zgjedhur, kemi 9 muaj dhe shohim një adoptim gjithmonë më të madh. Pra që unë futem të patokë dhe paguaj me kartë. Po duhet si kam të rëndësishme, domethënë gjithmonë kjo po e bëhet fjalë për çka që dëgjoj. Po. Ma shpjegoj pak kur futem të patokë si bë regjistrimin fillestar për të paguar me nëpërmjet jo cash. Mundësim për ta bërë këtë gjë, për të regjistruar kartën, ose ajo që quhet card on file, për regjistrimin e dhënave të kartës nëpërmjet procesorit tonë të pagesave. Bëhet vetos gjithë të dhënat e adresës tonë për të verifikuar ku do të vijë nesër pas nesër faktuar nga ai procesues pagesës ose bankës tënde, dhe pastaj regjistron sado kartat e shef. Tani, ne kemi një limitim që prandaj bëra pyetjen më parë. Përse Shqipëria nuk sillet dot një lloj si sistemet e tjera bankare, ku ti mund ta marrësh parat pa nevojën e 3DS-it. Pra ke nevojë për një filtr sigurie më të madh. Ty gjithmonë krijon një friksion të vogël, por prapë zgjidh atë nevojë. Pa jo është vetëm një herë, apo jo? Nuk është vetëm një herë, janë rregullat që ka sistemi jonë. Ajo që kanë sa më sallë. Pra OTP-ja, por që dush pra një verifikim për identitetin tënd, të do të doja ta bënim në sfond, kemi kapacitete teknike për ta bërë këtë gjë, por rregullat e vendit nuk e lejojnë këtë gjë. Tani ne duhet që se jemi kompani amerikane, pra kemi se në Amerikë të tjerë. Së fundi kemi kompani shqiptare që janë se në Amerikë. Duhet që se jemi kompani shqiptare që kemi seli, duhet që jemi kompani që kemi seli në Amerikë. Dhe përfaqësi edhe financiare me disa nivele bankash. Kemi mundësi që të operojmë edhe me ofrues të tjerë shërbime, kështu që për ato banka që nuk ofrohet, ne të zgjidhni problemin e ky zhvillim javës fundit. Pra mund të procesojmë American Express dhe disa nivele ndryshme kartash, sepse Amerika ka pafund karta, kështu që nëse po rrit edhe turizmi i drejt për drejt me Amerikën, kjo është një nevojë që ne po e zgjidhim. E dyta japim dhe mundësi tani që jo vetëm bëhet pagesa tek taksia, por edhe tek shërbimet e tjera, duke ruajtur atë që ne quajmë one-click checkout, pra identiteti jo të shruajtur, ti e ke verifikuar nëpërmjet KYC-ve të nivelit tukët, pra në customer, pra ti e njeh kush është ky person që bën transaksionin, dhe pastaj do kesh një eksperiencë shumë të lartë ku mund procesësh taksin dhe njëkohësisht mund procesësh edhe hidraulikun, elektricistin, atë që të rregullon flokët apo pastrimin e akudionit të tjerë. Dhe gjitha këto konvergojnë në një eksperiencë shumë të lartë kur ti thjesht bën një click checkout. Kjo është çfarë bëjnë tani. Vështirësia që kanë që janë sigurt që nuk kanë ndonjë shkencë në Shqipëri për banërisi, siç e thash më parë, të bësh pagesa me kartë për shtatje vjetër sa interneti në farë mënyrë. Ne kemi sot realisht nga fintechët edhe nga zhvillimet që ndodhin në sistemin bankar shqiptar me fokus në SEPA, open banking etj. Çfarë është problemi tani për, domethënë, ti je shpjegove që ka një mundësi që unë futem si konsumator, regjistroj kartën. Dhe mund të paguaj me kartë. Shoferin që mua më vjen për të marrë taksi. Pra dhe nuk e kërkon. By the way, ato token që derën e fundit, shoferi kërkoi lekët. Funksionoj në to. Që shoferi mund t'i mori edhe 100.000 lekë, e ke ti ndur. Jo, dhe tokens mor edhe tokens
aplikacioni më edhe 5.000 lekë shoferi. Është për 5 ditë. Tash më thotë mua, ai më ka futur Jo, rrugë. tani kujtova. Duhet ta hapësh Se nuk është ato tokës ka që janë real. Suport real. Jo, real në aspektin që nuk i kam hedhur lekët aty, kupton? Domethënë nuk janë real në aspektin e prekjes, pra po i mori të dyja herët. Dhe doja për shkak nevoja lindi, sepse unë doja të paguaja vjerës që banë fëmijë. Ti paguaj taksin para se ti të në shtëpi, pra nuk doja, edhe është edhe problemi, se është ora 11 e natës, s'ke cash, jo ndalo të cash point, jo prit, se s'jam për të kthyer, se ndodh shpesh. Ti pastaj të mori kartën automate. Është problem akoma më i madh me turistët, Do t'i aty. Te turistët ky bëhet problem shumë eksponencial, sepse mendohesh një turist që vjen ka zbrit në aeroport në 1 natës, harroi të merrte cash, mendoj që do pagundo me kartë s'e pagundo dot. Tani, tek aplikacioni, unë futem, regjistroj për herë të parë. Më të nashme kodi pasër thjesht rrugtimin. Është thjesht para, domethënë ose regjistron tek opsioni që thotë karta, dhe te online pay ti vendos sa karta duash, Po, regjistron kartën. ose kur shkon tek përgatitja e rrugës, dhe ti do të paguash me kartë se ke regjistruar asnjëherë, prapë i mbështesh në proces, nuk zgjedh cashin, po zgjedh kartën si opsion pagese. Del aty. Dhe e bën këtë gjë. Dhe pastaj kombinon format e pagesës, dhe ky sistemi financiar është shumë i avancuar sepse ky pion teknik që është kanadez vinë me eksperiencë nga check-outi dhe gamification i kësaj eksperiencë të pagesave, që është shumë i thjeshtë. Çështja është që njohuria që ka tregu jon është i limituar dhe ndodh me përdorues që mësuar që mos kenë 3DS-in, që zgjedhin cashin duke menduar se automatikisht do të pagesat me kartë. Që zgjidhet nëpërmjet suport të tonë etj etj, por krijon dhe aty friksione të lehta. Por shumë e thjeshtë, domethënë praktikisht të duhen qoftë të zësh nga 2 minuta 20 sekonda, por ndryshe edhe për 3 sekonda. Xhan, e një gjë do thoja edhe për parkimin, problem shumë i madh. Sepse mund të paguash nëse mos parkimin e po themi bashkisë, po aty është në rast kur gjen vonë. Gjithmonë. Parkimi privat është pothuajse e pamundur, ose nuk ka asnjë lloj, ose pak gjithë ato që kanë parë, qoftë publike, qoftë private, që dikush pranon kartën. Dhe sidomos kur pagon me kartë, që vetëm e prek s'ke nevojë për pinë më radh. Pra, POS-in nga një vlerë të vogël që mund të jetë, ti ke mundësi ta paguash. Tash si ke menduar që ta zgjidhësh, se ky është problem, nuk po flasim po thjesht për uljen e keshit, kjo është problem për ju dhe për mua si konsumator. Domethënë, nuk po shikojnë konceptin madhor, po shikoj thjesht në ato utilitetin e këtij. Po. Është problem sepse shqiptarët nuk është se preferojnë shumë kartën. Ne për biznesin e madh, pra që është ky shërbim, konsumentë shumë ofrojmë sistem, mbi sistemin e tyre nuk kemi qëllim ta heqim sistemin që ata kanë, që ti përballojnë këto pagesat me kartë, që të përballojnë rezervimet që vijnë nga Lukapi. Për të përdorur kartën Lukap është super e thjeshtë, madje me Lukapin karta funksionon edhe vetëm për ta ofrosh kështu dhe s'ka nevojë telefoni. Nuk ke nevojë të kalosh ato. Është një gjë që ta arbitrisht i ruan kartat, është kjo one click checkout, nuk ke nevojë që të konfirmosh. Sepse ne nuk përdorim gateway shqiptar. Është e vështirë, se ti po pyet, a do ta përdorë mirë se kartën? Jo, unë po pyesja, e para është e mundur shumë të përdor kartën, dhe e dyta sa e thjeshtë është për ta përdorur në aplikacionin Lukap. Por që është e mundur 100% e mundur, madje është vetëm në mënyrë për momentin, edhe e dyta për ta përdorur Lukap momentin që regjistrohesh, ne nuk ta kërkojmë sepse mbase nuk ke nerva që plotësosh 100 fusha, por në momentin që do rezervosh të del ajo me 3 fusha, se siç thash mund ta ofrosh kartën me telefon dhe ti merr gjithë vetë informacionet. Herën e dytë që rezervon kjo gjë nuk ndodh më, sepse karta është shkruar. Edhe ne kemi opsionin që mund të kesh disa karta aktive, ama nuk është. Karta që afron punon me të gjithë tipet e telefonave? Jo gjithmonë, po telefonat moderne, më thënë pas 2015 se poshtë. Pra, Android. Android iOS pas 2015 duhet ketë NFC, po gjithë telefonat e kanë se. Duhet ta kesh parë që afron telefonin pranë boxit edhe është një ta teknologji. Pra çdo telefon që e bën atë do të 2015 poshtë, e lartë. Shumë mirë. Pra, ky është një element që duhet ta marketoni, në fakt. Edhe fillimisht, me që sa të lançoni treg, sa të përgatiteni, që të kuptojnë nga fillimi që jeni
njerëzit kanë mundësi të paguajnë në kartë ose regjistrohen një kartë krediti në aplikacion, edhe unë mund të paguaj parkimin për zbresën e kreditit që kam. Ne e kemi sistemin me kredit, por nuk do lançojmë ata. Pra kemi çfarë quhen lookup coins, që mund të bësh kështu që po themi, vera mund të transferosh pikë, mund të bësh transfer të përmiqt, do kemi edhe një si tip gamification-i. Por në momentin atë do vetëm me lekë se njerëzit nuk e kanë shumë besimin siç atë ti dhon, nuk janë të prekshëm Nuk është momenti si tokën. Ja, nuk është si tokën. Vetëm që doja që ta sillja këtë me që është bisedë shumë interesante. Ka limitime, jo vetëm nga konteksti shqiptar, por edhe në kontekstin ndërkombëtar për të facilituar aftësitë teknike që kanë ekipe të ndryshme që është për shembull, nëse ti bën blerje brenda aplikacionit, nëse bën blerje brenda aplikacionit të njësive digjitale, që mund të jetë gift card etj, ti nënshtrohesh një takse për 30% qoftë nga Google-i, qoftë nga Apple dhe ky është një problem që po bëhet me Activision e me disa lojtarë shumë ndaj bëhet fel për miliarda e miliarda dhe nuk po zgjedhet dot. Kështu që rruga që kemi ne në mënyrë konstante është jo vetëm të zgjidhim probleme lokale, por të gjejmë edhe mënyrën se si globalisht teknologjinë që kemi ta inkorporojmë në zgjidhje më të mirë. Shumë vërtet kjo të mbajë 3%, po ka bërë politika të reja shumë të kesh një link edhe ta bësh blerje në web që ta bësh skip të 3% që ndalë. Gjithsesi kjo është një nga Kjo është një nga arsye pse ne duam mos të veprojmë me tokena, se ka kosto ekstra, i për më të lehtë këto transferimin, është pak më interesante si ide, po përveç kostos ekstra njerëzit nuk është se i besojnë shumë, i pëlqen më shumë kur ndel kaq me kam se sa kur ndel kaq konca kam. Se duhet si kazino ose. Po, dakor. Gerti, e një pyetje, kur të shohim integrimin e pagesave digjitale tek aplikacioni, ose kur i keni planë ose keni bërë plan të njëafër. Dhe shumë e rëndësishme është të kuptojmë si të shpërndajeni se kemi disa qytete që janë turistike. Ne dhe kemi parë edhe nga shifrat që kemi një shpërndarje turiste gjatë vitit, pra nuk është thjesht vera ajo që është tradicionale, pavarësisht se gjithmonë është shumë në verë, por kemi parë edhe këto vendet e tjera që kanë nevojë për taksi. Ose po flasë shërbim mobiliteti jo tradicional. Aktualisht në 2024, po themi duke filluar nga maj në vazhdim, Europoni ka operuar me operim të plot në qytetin e Durrësit, në qytetin e Vlorës, në qytetin e Sarandës dhe në qytetin e Gjirokastrës. Pra kemi jemi surprizuar edhe vetë, tentuam të hymë, operojmë me çmimet lokale të qytetit, pra çdo qytet ka çmimet e veta në bazë të vendimit të Këshillit Bashkiak që duhet merr po themi çdo bashki. Dhe ne në Durrës, në Vlorë, në Sarandë, në Gjirokastër jemi aktualisht me shërbim të plot. Pra mund të porosisësh taksi në çdo moment, ti njihesh me çmimin paraprakisht, është e njëjta skemë siç është edhe në Tiranë. Dhe po pretendojmë nga kërkesat që kemi të zgjerohemi edhe në disa qytete të tjera turistike, siç është Shkodra, Lesha, të cilat po themi shohim ka disa kërkesa, por jo në atë nivel që ne ta lançojmë. Mendoj që këtë verë do ta lançojmë edhe në këto dy qytete të tjera. Për pjesën e pagesave me kartë, po e nis argumentin siç e nisi dhe Arbi, si një kompani shqiptare, Vestelin Shqipëri. Ne jemi në bashkëpunim me një nga bankat të nivelit të dytë. Ne kemi përfunduar, jemi tashmë në versionin beta, pra po e testojmë së brendshmi. Nuk e kemi lançuar akoma, sepse ka akoma disa gjëra të vogla që duhen integruar. Dhe ka qenë një këmbgulje, po themi, për që të jetë një bank, kemi hasur shumë vështirësi me bankat. Ka qenë, besoj dhe Arbi e ka përjetuar vetë, një mospranim i frikshëm nga sistemi bankar për të ofruar institucione arkaike e pagesës me kartë. Dhe derisa arritëm, gjetëm gjuhën me një nga bankat, edhe po ecim bashkërisht për ta nxjerrë shumë shpejt. Domethënë para sezonit do jetë gati. Shumë mirë. Një gjë tjetër që unë se shohim mobilitetin në këtë prizëm vetëm për po themi parkimit makinat, jemi të ky nivel.
kanë një ju në plan për ta shtirë këtë tek skuterët, ose më mirë teknikisht te transporti multimodal që është në Që tek ne afrohemi në një mënyrë me pjesën e autobusëve. Jemi në diskutime për të ofruar, se ne shohim në një lloj triniteti mobilitetin. Shohim në Për autobusëve, ne shpjegoj pak këtë kompaninë në autobusëve shkollë. Pra, çfarë bëjmë në autobus? Atëherë, në autobus ti planifikon udhëtimin. Pra, në Tiranë, paska se është metropol, ka shumë vende që nuk e di ku është stacioni autobus, sepse mungon tabelë. Okej, kjo është një. E dyta, ti nuk e di si të shkosh nga pika A te pika B, sepse të mungon përzierja e rrugës, dhe nuk e di ku duhet ndalosh, ku pritën të dyja linjat që të kesh mundësi të shkosh aty. Atëherë që ne jemi në diskutime konstante dhe prapë është kjo pjesa e nevojës ndryshimit të ligjit, që ne kemi kapacitete për të ofruar bileta dhe abonime digjitale, cilë unë besoj që nëse liberalizohet tregu, përfitojnë që të gjithë, përfitojnë përdoruesi, përfitojnë operatori, përfitojnë vetë bashkia në menaxhimin e trafikut që s'ka tjetër. Ndërsa përsa i përket mikromobilitetit, në fazën ku jemi ne, po edhe në fazën e lojtarit që është bymbini sot në treg, nëse nuk e financime që vinë nga investitorë, cilët marrin koston e 600.000-700.000 eurove që duhen për një lançim fillestar, është rëmë pra është në objektivin tonë multimodaliteti tërësor, edhe ati triniteti që thash që është njerëz, shërbime dhe pajisje. Pra, të treja, por nuk e bën dot sepse ka limite në plotësinë e saj, pra do jetë në momente të ndryshme pak në objektivin tonë për të arritur kjo gjë. Në Shqipëri, në tregun shqiptar, ka tregje për shembull si Ghana, ku ne jemi duke folur në konstante, ku lejohet të bësh me motor taksin, lejohet të çosh me bicikleta, apo çfarë edhe me forma diverse që kemi pasur nuk e vendosnim ato pakot tek barku i autobusëve dhe pra ka ca limitimet që paska se mund të jemi vizionin që janë tonë nuk e arrin dot me njëherë. Kështu do presim stadet e ndryshme të shpëtimit për këtë kasu. Okej. Lukapi faktikisht i suporton çdo komjetet, që nga RV-t, që nga këto makinat të ndaja, makinën e thjeshtë, bicikletën, skuter. Ne i suportojmë po realisht jemi përshirë që për të paktën për parking do jetë më shumë ke ajo makina. Te Lukapi amati si ofrues ke mundësinë që ta optimizosh aktierën tënde dhe të thosh akcioni në Z RV, për shumë se do të paguash RV do paguash 50% për shumë. Është domethënë sistemi i përballon. Dhe RV janë këto të trailer që mund të jetosh këtu. Okej. Çdo që nga jo deri në bicikletë, deri në skuter, ti si përdorës i Lukapi mund ta regjistrosh ti vehicle si mjetin tënd, dhe ti si ofrues në Lukap mund të thosh unë përballoj këtë me këto përqindje plus minus Po, kjo bëhet interesante edhe kur kemi shumë skutere vërdallë, që unë të Lukapi shohim vonë që ka mundësi që të parkoj skuterin. Po. Që mund të di vonë me dizajnuar. Po, për këtë punë edhe këtë sigur të skuterin specialisht. Për praktikisht siguria, mund të jetë për bicikleta që ose skuter slash bicikleta. Gjëra tjera se më shoh ndonjëherë kur shkoj në një vonë se s'kam dalë bicikleta, nuk e di kur. Ose është një lagj që s'jam i përhershëm dhe ku ta lidh gjatë natës. Dhe sidomos me skuterët të shërbimit dhe skuterët e prishen për plasë. Absolutisht, po. Okej. Gjërti. Kjo është një sfidë shumë e vështirë. Ndërimi është që të përfshiheshim gjitha këto dhe në vej konsumatorit, pra për shumë nëse një konsumator dhe shumë veshë që së bërbej dhe politekniku, aplikacioni vrapon t'i nxjerri se me cilin mjet ai më shoj më shpejt në aty, me cilin mjet ka marrë, më shoj me volan, më shoj me skuter, me bicikletë apo me taksi. Por mendoj që është si sfidë, është për të realizuar në një të ardhme, por jo në një të ardhme të afërt. Okej. Ti nuk e shikon shumë shpejt. Pavarësisht se problemi me taksitë është gjithmonë se ka një element trafiku. Në metropol, po që shkon, çfarë do të shteti, ka një kryeqytet, ka një trafik të rënduar për gjithë arsyet të mundshme. Problemi i trafikut mendoj që edhe do vazhdoj. Nuk shoh një kritësi pjesa e trafikut. Pakun për qytetin e Tiranës dhe është në avantazh të 30% trafiku shkakton nga parkimi, kështu që kemi qëllim të ai që do të 30% që
E që parkimi fare. Ti ishim të searching të parkimin e parkimit. Që shkakton të përshon trafikut. Unë dojë në gjithë është pak për të integruar të gjithë këto aktorë. Po themi të vraponi, sepse skuteri është kompani më vete, në rast do të thonë ndërmarrë është si investim, është investim buxhet konsiderueshëm, nuk është i vogël, bicikletat gjithashtu janë një kompani më vete, edhe fillon e njëjta histori siç kemi filluar me taksit. Që kërkojnë kohën e tyre. Kemi vështrimin me taksit e plot. Po. Me sa tjerë dhe këtu. Jo, ka një ndryshim në nivelin e biznesit. Sepse ne deri tani jemi seksera digital. Pra, ti ofron në kohë më shpejt mundshme në eksperiencë më të lartë, ndërlidhe me dyqytetarët, okay? Okej, mund ta shojë agregator. Na bëhet të fare. Agregator i kërkesës. Si? Agregator i kërkesës. Agregator shlaf shumë, okay. Okay, te aktorisht me agregator kërkesë, okay? Tani, modeli biznesit është ku ti ofron të shërbim si agregator. Ajo që ti po thuash ka është në një stad akoma të lartë, ku ti kalon në ofrues shërbimi duke qenë kontrollues e ofrimit shërbimit me asetet e tua, që ne nuk e kemi. Ndryshon modeli biznesit. Mund të thosësh edhe kompani tjetër, pra një kompani ekzistuese që jep skuter me qira, integron atë brenda, duke qenë se është si puna taksi, pra ti nuk ka punë asgjë që mund të Skema është e njëjtë. Patjetër, po nga kontakti që kemi pasur, vështirësia është shumë e madhe dhe konvertimi nuk është shumë i lartë për momentin. Nëse vjen si opsion, mund ta them, për ne është last mile, ajo është objektivi kur vjen puna te mobiliteti. Pra ofro zgjidhje në optimale. Stadet janë edhe të autobusit, e kemi mundësinë, po s'kemi pra tek transporti publik është një komponent që ka një zgjidhje që keni për ta dhënë ju, për arsye se pavarësisht dëshirës për të ofruar se ku shkon, ku është rruga etj, ka një problem tjetër transporti publik edhe urban. Ka një urban më pak, po urbani ka një problem në për qytetet në ndryshme funksionon. Ndryshe linjat janë franchise, do të thonë. Ja, kjo është Ka një problem që ai, do të thonë, një abonet nuk funksionon të njëra pare sa një numerat, do të thonë zgjidhja lehtësisht, ka dy nevoja. jo, zgjidhja lehtësisht bëhet kur ka një vullnet. Pra, nuk është problem ligjor, por është problem menaxherial. Për këtë pjesën e skutrave dhe shumë e kam parë në Bruxelles të lajmi, që e kam bërë lajmin në Uberin, edhe më thënë një Lajmi është Uber. Lajmi është Uber, vitesh. Okej. Më do të thashë që kompani vetë sepse gjithmonë shoferën për Uber. Sigurt, po thjesht e kanë. Pronësinë e kanë. Ideja është drejt, ata kanë aplikacionin në tyre që ofrojnë skutrat dhe bicikletat, por ti mirë që mund të shohësh të Uber. Është porosi Uber. Okej. Uber rastë lajmin shumë herët. Duke qenë se i futen në hapësirën e mobilitetit, për mësuar pjesë të tregtit. Është zgjeruar. Si theme në Node Lab apo Node Lab? Node Lab. Node, po. Node Lab, shumë mirë. Në një target për këtë vit, që janë atë target për këtë vit. Sa një do kapësh deri në fundin e statistiks. Po shpresoj që ta numërën që është me raponin 90%. Janë nuk janë modeste, nuk është shifra modeste, për e shpresoj që ne kemi përshtypje shumë të japin. Ftesa është hapur për gjithë ato bizneset private të parkingit, sa ata nuk kryqet në realizimin e lukave realisht. Që nevoja për parking njerëzit ka, nuk është se do thonë jo nuk do kërkoj. Ama që gjithë bizneset që ofrojnë parking është pak më vështirë. Shumë mirë. Target. Ne kemi një vit. Ju nga ku jeni dhe sot e rriteni. Po pra, ne e kemi prekur 200.000 si shkarkime. Konvertimi jonë është 73% brenda vertikaleve të ndryshme. Duam që të rrisim këtë të paktën dhe me këto shifra, ne nuk i shohim në nivel shkarkimi se sa në retention, pra sa rrinë në përdorim përdoruesit tanë. Dhe duam që të shkojmë nga ku jemi tani në herë 3, e kemi si objektiv, kemi Ministria e Brendë të Ministrisë, dhe vertikalja, vertikalja e përdorimit, kjo shkarkimi. Pra, customer journey, udhëtimi që ka ai klienti tek ne, vjen në etapa të ndryshme. Dhe ne ndjekim çdo hap që bën që për shkarkon, klikon parën, etj. Pra, kemi data analysis shumë
Ne duam që të pjesa e taksis dhe kjo vertikale të shkojmë herë 3. Okay? Dhe pjesa e autobusa ajo është një gjë që ka stimulacione të veta dhe në zhvillim. Po ajo që ne jemi fokusuar tani është pjesa e shërbimeve. Pjesa e shërbimeve ne kemi një target që është 1000 biznese deri në fund 2025-s. Integrimin e plot të gjitha pagesave aty me kartë, ku i jepet mundësia për të ndryshuar kuponëve që i kemi në sistem, por plus të bëjmë atë pjesën e edukimit të transformimit digital që i duhet dhënë këtyre tregtarëve. Dhe më pas, si objektiv i qëndësishëm është lancimi në 2 tregje ndërkombëtare, para njëri që është në Afrikë, një që është në lindje të Europës. Jemi në diskutime konstante për të zgjidhur aspektet rregulative, aspektet e setupit të tjerë që vinë me nevoja specifike dhe nëse mundemi të shkojmë në një headcount, sepse jemi në mënyrë konstante duke kërkuar talentin më të mirë të mundshëm që mund t'ja atashojmë ekipit tonë, me njerëz të cilët këto vertikale mund të çojnë përpara, jo 25 para të shërët, por po ajo që është shumë e vështirë për ne 25 është se roadmap që kemi vendosur vetes, sepse janë diku te 85 commitments që ne kemi vendosur që duam të arrijmë, qoftë në nivel teknik, qoftë në nivel biznesi. Okej, shumë ambicioze kjo 2025. Po superat në vetë. Super ambicioz. Kur do lançohet patokën ose më mirë kur do festojmë lancimin e patokës në një shtet tjetër? Nga ana 2025 apo shumë më ne kemi formosur marrëveshjen e mirëkuptimit me operatorin lokal në Ghana. Shqiptari duke i shënuar. 2025 nuk e dim do jetë Ghana e para apo ky vendi në lindje të Europës që se themi ko. I'm still guessing, pas. Për Rusi. Jo? Azerbajxhan. Në lindje, që lindje fare. Në kufi, për lindje. Por jemi, dhe këtë du të themi, jemi në diskutime konstante me palë të ndryshme. Konstante është kush? Ballkani. Është konstante me operatorë të ndryshme përpara nëse janë the right fit për asë. Domethënë, ne nuk shojmë vetëm qasë e biznesin, ne duhet të krijojmë marrëdhënie të qëndësishme, që këta të jenë operatorët lokal që janë pa qenë pjesë e pronësisë, të jenë prapë partnerë shumë të mirë të që përpara këtë ide. Shumë mirë. Gerti. Morëm në qytetet që ishe. Qytetet po, Tani na thuaj në një plan më ambicioz. plani ambicioz ne duam të rrisim pak këtë pjesën e konsumatorëve ripërdorues. Ne kemi një mesatar aktualisht 3.2, pra çdo individ përdor, themi 3.2 herë në muaj raponin. Duam që ta dyfishojmë brenda 2025, pra të kalojmë në një nivel, themi, shumë më të avancuar. Ky është sfida kryesore. Pastaj normalisht, duke qenë se kemi një rritje të konsiderueshme të shkarkimeve, kjo vjen natyrisht dhe normalisht të shkarkimi do arrim po themi në trefishim gjatë 2025 Okej, trefishim. Kudo? 2024. Vërtet vërtet. Jo, patjetër. Duke qenë se nga 2020, domethënë të njëjtin logjik ose të njëjtin ritëm po themi. Nga 2023 në 2024 kishim trefishim. Mendoj që në njëjtin ritëm do jemi edhe në 2025. Do të argumentoj pse mendoj që do shkojmë shumë. Po. Sepse deri tani ne kemi bërë marketing vetëm në kanale. Pra, nuk kemi ndryshuar një marketing tipik për kanalet që përdoren tradicionalisht. Kemi fokusuar më shumë të marrëdhënia dhe drejt për drejt me fusën e shërbimit dhe atë që kërkon shërbimin duke pasur një marrëdhënie shumë të afërt. Tani që është konsoliduar kjo gjë, ne kemi marrë sinjalet e duhura nga tregu që ta të dy palët janë aty dhe e ndjejnë vlerën që ne ofrojmë. Mendojmë që duke sill volum të stres sistemit aktual, pra asaj peshe ose supply që ne ofrojmë, pra ofertës së drejt, me marketing agresiv ne mund ta mbajmë këtë. Më përpara nuk do ta thyenim këtë marrëdhënie kaq personale. Okej, shumë qartë. Çfarë tjetër, edhe mbase e mbyllim to se kemi edhe këtë edukatorë që na rritu. S'ka pateri. Nuk ka pateri. Jepi. Ember e mbyllim. Çfarë mund të bëjmë shumë agjencia për ju në 2025? Lekët e dhënë në 24, 2025 çfarë mund të japë?
Ta fillojmë, do ta prish këtë rendin? Atëherë, po vazhduat që të bëni atë që bëni vetë, që të thoni gjithë aktorëve që janë në fushën e ekosistemit, mbështetjes ekosistemit, që të përdorin aplikacionet tona respektive, dhe mos dalin nga pulpitët dhe të përtasin që ne mbështesim, por realisht ta mbështesim duke e përdorur, duke thënë historinë e tyre personale, dhe pastaj duke përdorur vetë do i dalin edhe zgjidhjet e nevojave që kemi ne. Dhe është fantastik, kështu që advokacia që mund bëni në raport me nevojat që ne kemi, pra fillimisht ne kemi dhënë dorë të zakonshme për të çuar këtë ide kalim në stadin tjetër. Falenderojmë qoftë agjencinë, qoftë ministrin Ibrahim vetë që ka qenë edhe vetë her pas here duke bërë të shaka për elektricistët tek ne në rastin tonë. Nëse aktorët që deri tani kanë imagjinuar se startup do të ishin në një formë caktuar, ku Startup Albania po udhëheq procesin, duke thënë që do i vendos para llafet që them, pra nuk është vetëm llafe, po jap edhe asistencë. Se ky këtu jemi sot tash. Ky është ndihmë e madhe. Ne nuk kemi platforma që ta argumentojmë idetë që kemi. Paska se Shqipëria ka nevojë pafund, media na stobon, në vend që të shkojë tek ne, shkon tek ndërtesat e produktet me paketime, ku dëgjojmë gjëra të shtrenjtë. Patjetër, është kozmetik. Se kush po flasë për kozmetik, do të flasë për transformim të teknologjisë, për ta çuar Shqipërinë realisht aty ku meriton, dhe vetëm mundësi që kemi për të vajtur përpara. Kjo do të thënë të madhe. Kështu që ndihmoni teknikisht. Për të kërkuar agjencisë është fakt, mo duhet si agjencia ka bërë shumë për ne, realisht për vetë shpisës, po unë mendoj se një është në vërtetë në klima jashtë pjesës monetare, pra si që shtuan përpara, që basë në ndojnë me një event, basë në ndojnë me një numër, basë me këtë. Ndjem keq kur e thënë se do jeni bërë kaq shumë për ne dhe s'është vendi që do kërkoj, po është për kërkoj. Dhe unë mendoj se agjencia bën shumë, po duhet përpiqemi edhe nëse ekosistemi i agjencisë dhe shtetit në legjislatorë të tjera që të krijojnë një ekosistem privat, pra që të ketë investim privat në startup. Nuk mendoj se shteti ka nevojë të mund të justifikojë që të shpenzojë shumë atë çmendura në startup që vërtet mund të bëjnë një fornesë ekosistemi. Si që mund ta justifikojë private. Kjo është vetëm për agjencisë. Ne mund të krijojmë rol, ne kemi rol këtu. Gjete, jam punë shumë na. Më falenderoj se shkëtë të agjencisë, mund të jetë edhe një institucion tjetër shtetëror. Unë të falenderoj njërë se është vërtet ajo që tha dhe Arbi, na keni kaluar në tjetër nivel, këtë mbështetje që na keni bërë dhe promovuar, po të themi. Unë do isha pak të pjesa legjislative, na ndihmoni pak për pjesën legjislative. Arrim ta rrëzojmë atë mitin e 1998-s. Edhe gjithashtu një promovim, po themi, ose një bashkëpunim me B2B, me bizneset, të cilat ne ofrojmë, po themi, kemi një produkt shumë të mirë, ndoshta edhe ndihma juaj, marrëdhëniet tuaja që kemi me bizneset, aktorë të tjerë, në na shtyni të na jepni pak një dorë, po themi, edhe tek pjesë duke parë ngërçin e lartë që ekziston, po themi, në tregun shqiptar. Okej. Ta i me shumë dëshirë. E një thëmë kjo që se ka thirrje të dytë nuk përse të një. Thirrje të dytë, të tretë, në këtë thirrje i përmëndon një viti, që ishte e papritur të për ne. 2025 si që e dini, kishte limitimin në aspektin e thirrjes, por shumë merret pjesë, një pjesë kishin në implementasi për të bërë edhe po 2026-2025 fund vite janë pra ideja është që ne nuk duam nga një krah që gjithë mësohen dhe nivelosen me grantet, se është problem shumë i madh. Po nga ana tjetër duam që të ndihmojmë të gjithë që të kenë mundësi edhe një herë apo dy herë. Asnjë nuk përjashtohet nga granti se ka marrë një herë grant, në të ardhmen, po koncepti është edhe vetë kompani ku keni më agresiv në aspektin e marrjes treg, në gjendjes tregu, se sa marrë grantin edhe po. Por do të them falsi, ka një rol shumë të rëndësishëm për momentin. Legjet financiare në Shqipëri nuk ekzistojnë, ose inputet financiare nga private nuk ekzistojnë. Këtë rol aktualisht e keni marrë ju, duke testuar idetë për të dhënë atyre një shansë me këtë grantin. Dhe ajo që është e rëndësishme është, unë ta thash më parë, perceptimi i aktorëve aktuar, që ndihmojnë tjetër, mbi atë që përbën startupin
është arritja më e madhe që keni bërë në 2024 dhe unë jam falendrues në kanë jam sigurt edhe ata që ofrojnë teknologji për se, sepse teknologjia nuk është parë me ditën se është përshirë tani. Dhe premtim tani që të ftosh të podcastit tjetër, po ideja është që unë besoj që kur kompanitë tona të konsolidohen, kur shërbimi të konsolidohet dhe transformimi digital të ndodhi, ne do kemi mundësi për të parë liderat e rinj ose mundësi të reja në tregun shqiptar që aktualisht pas nuk ekzistojnë. Dhe ju keni filluar një rrotullim të atij topi të borës që mund të marrë shpejtësi dhe të krijojë këto transformime. Shumë qartë. Tani ne vetëm duam që shpejtësinë ta merrni ju. Ne të shkojmë më rrapë. Nuk duam të jemi gjithmonë qendra e mundit, duam të jemi facilitues bizneset tuaja. Gerti, Unë do doja të na jepi edhe ti nga një sugjerim dhe një pyetje nga ana jonë, do themi për ty. Po, unë do sugjeroj, domethënë edhe kjo është një përgjegjësi vetëm për mobilitetin ne shikojmë vërtet shumë të madh në aspektin e zhvillimit të edhe logjistik, pra jo vetëm thjesht parkim taksi mërat, ka edhe drejt ato komponentë pak më herët, sepse shikojmë zhvillimin e rrugës shumë shpejt, pra zhvillimin e porteve shumë shpejt, zhvillimin e transportit multimodal në rajon, pra po thamë për një marrë, që është një strategji që po vjen implementohet, pra unë blej një bilet avionit dhe ato ofrojnë një hip në autobus, hip në tren, marrë taksi më radhë. E biletat e rikëtit do tjetë elektronike, pra ardhën një QR code, që gjithë të integrimet, duhem parë që ku po shkon ky tregu për 5-10 vjet dhe ju pastaj të përgjigjeni asaj që tani së takimit hapur paktën platformën që se si mund ta integrojnë në momentin që po të realitet. Pra unë po kemi në kufit e masit të vërtet, pra mobility as a solution po real, sepse ka interpretimet e saj të ndryshe dhe akoma nuk është arritur 100%, pra nuk e se jemi në mbrapa, është kemi se fare mbrapa. Jemi në pikën një stadë zhvillimit, thjesht për të qenë, domethënë si sugjerim për të qenë pa hapur ndaj që tani se çfarë mund të ndodhë. Pra QR kodin universal, përdorjen e gjithës, si mund ju që tani telefonat ta integrojnë në QR kodin bazuar në standardet që janë në Europë, drejt asaj po shkojnë shumë shpejt. Ky është një ide. Dyta do ishte që unë do sugjeroj që të jemi sa më agresiv ndaj kërkesave ndaj nesh, vetëm ndaj nesh, por edhe ndaj tregut, pra sa shpejt, domethënë sa shumë kontakte, sa shumë biznesi ju mund të kontaktoni nëpërmjet nesh ose privatisht një herë. Se po marrë klienti do bëjë që biznesi të rritet. Dhe siç kemi parë, ata që kanë biznesin parë në konsumatorin e parë që ndrojnë. Tani ka edhe një problem tjetër me këtë, se sa më shumë ju do të votojnë në treg, aq më shumë të tjerë do fillojnë të komentojnë që do futemi në dhe kjo tentativa. Do të ketë një konkurrencë më të rritur që është shumë mirë në aspektin e rritjes shërbimit me kvalitetit, po kuptohet që për ju mund të edhe fragmentarizim, po mund të edhe pak më stres në aspektet e veçanta. Megjithatë, siç thamë, të parë në treg, kemi mundësi për ta kapur tregun. Ti gjëran në një kafe në mëson edhe çka do të tjerë që janë bërë 10 kompani të tjera, mund të numërojnë një 10 që janë të tjerë. Përfshirë edhe bashkime të ndryshme me aplikacione, si të përgjithshëm virtuar në vitin 1980. Po, do të thëmë kjo është edhe e mira, pra që ne jemi këtu, përdorim agjencinë ose asetet që kemi në vërtetës përpara, dhe unë do sugjeroj gjithmonë për të kuptuar që si mund zgjeroni jashtë. Unë realisht realisht shqyrë që kemi gjëra për të thënë sa të thotë që gjërat të ndodhin. Unë shoh fatmirësisht aty ku jeni ju me zyra dhe ku është dhe tani plagin e gjithë këto formatet e reja, shoh për një kthim të vëmendjes tek roli juaj, pra në këtë lloj marrëdhënie që ne kemi krijuar tashmë, që realisht na bëni këtë ndihmesën jo vetëm në nivelin financiar, ai patjetër që ndihmon pafund, por edhe për të hapur dyert caktuara me nivel advokacie, prezantime të caktuar,
këshillime, nëse duan, edhe mundësira ose për prezantime të pra në qoftë se vazhdon kjo marrëdhënie dhe nuk është thjesht mbarove urdhë të ftesën mirëpafshim, po vazhdojmë që sepse ne së pastaj që do të bëjmë aq suksesshëm, unë personalisht dua që të jap mundësi atyre që do jenë më të rinj, që të kenë mundësi që të mësojnë ose mentorshipin sot e marrim jashtë, ta marrim nga Shqipëria me problemet reale që ka Shqipëria dhe të bëjmë ata supermarkets të rinj, të kenë mundësi që të kalojnë më shpejt pa pasur nevojë për të imagjinuar se si mund të jetë bota e startupit. Kështu që ju në ndihmoni ne pastaj ndihmojmë pjesën tjetër dhe shkojmë gradualisht të garojë diçka më të madhe se kaq. Qartë.